zotrinj, ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në ekranin e Blu Televizion, bashkë do të ndajmë zhvillimet e ditës. Një raport i detajuar auditimi i kontrollit të lartë të shtetit me 421 faqe kanë nxjerrë në pa një sër shkeljesh në Bashkinë e Vlorës që lidhen me projekte dhe procedura prokurorimi të realizuara gjatë periudhës janar 2023-dhjetor 2024. Në qendër të auditimit dhe sekretari i Këshillit Bashkiak Daud Zeraj për më gjerë shënimi redaksional. Një raport i detajuar auditimi i kontrollit të lartë të shtetit me 421 faqe kanë nxjerrë në pa një sër shkeljesh në Bashkinë e Vlorës që lidhen me projekte dhe procedura prokurimi të realizuara gjatë periudhës janar 2023-dhjetor 2024. Nga shqyrtimi i dokumentacionit, auditimi evidenton 71 gjetje dhe 76 rekomandime që lidhen me mangësinë në organizim, përdorimin e fondeve publike dhe administrimin e të ardhurave, ndërsa theksohet se problematikat kërkojnë mas konkrete për përmirësimin e situatës dhe vendosjen e përgjegjësive administrative. Sipas raportit, kontrolli i lartë i shtetit i ka rekomanduar kryetarit të Bashkisë së Vlorës që të vlerësojë shkeljet e konstatuara e të nisë procedurat për masa disiplinore ndaj personave përgjegjës. Ndër personat e përmendur në raport është edhe Daud Zeraj, me detyrë sekretari i Këshillit Bashkiak, i lidhur me 2 procedura prokurimi që janë audituar në mënyrë të detajuar. Rekonstruksioni i rrugëve të brendshme në njësinë administrative Orikum për vitin 2023 dhe reabilitimi i stacioneve të autobusëve dhe i stacionit të taksive elektrike në segmentin nga Shkolla e Marinës deri tek Regina City viti 2023. Sipas raportit për këto procedura janë konstatuar probleme serioze në përgatitjen e projektit dhe dokumentacionit teknik. Projektet dhe preventivat janë hartuar nga punonjës të Bashkisë së Vlorës që nuk dispononin licencat profesionale të nevojshme të projektuesve sipas kategorive përkatëse të punimeve. Në dokument theksohet se sipas legjislacionit të fuqi, projektet e ndërtimit duhet të hartohen nga grupe të licencuara e projektimi që përfshin specialistë të fushave të ndryshme. Mos respektimi i këtyre kërkesave është konsideruar nga auditimi si veprim në kundërshtim me ligjin numër 8402 për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, si dhe me aktet nënligjore që rregullojnë disiplinën e projekteve ndërtimore. E njëjta problematikë është konstatuar edhe në projektin për reabilitimin e stacioneve të autobusëve, si dhe të stacionit të taksive elektrike, ku sipas raportit projektet dhe preventivat janë përgatitur pa licencat profesionale të kërkuara. Struktura e grupit të projektimit nuk përmbushte kërkesat ligjore. Dokumentacioni teknik nuk ishte hartuar sipas standardeve të përcaktuara. Sipas raportit, në disa procedura prokurimi, kur përfshihen edhe këto 2 projekte, janë vendosur kërkesa dhe specifikime teknike të paargumentuara, ndërsa kriteret e tenderit nuk kanë qenë të lidhura drejt për drejt me natyrën e kontratës, ku këto praktika kanë sjellë kufizim të konkurrencës dhe në disa raste kanë çuar në skualifikimin e ofertave më të leverdishme ekonomikisht. Këto veprime janë konsideruar në kundërshtim me ligjin me numër 162 të 2020-s për prokurimin publik, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave me numër 285 të 2021-shit për rregullat e prokurimit publik. Në raport përmendet se Daud Zeraj, sekretari i Këshillit Bashkiak të Vlorës, është i përfshirë në 2 procedurat e prokurimit që lidhen me rekonstruksionin e rrugëve të brendshme në Orikum për vitin 2023. Reabilitimin e stacioneve të autobusëve dhe taksive elektrike nga Shkolla e Marinës deri tek Regina City. Por, ndërsa auditimi thekson se këto gjetje kërkojnë vlerësim të përgjegjësive administrative dhe institucionale, duke rekomanduar marrjen e masave për të shmangur përsëritjen e problematikave në procedurat e ardhshme të prokurimit publik në Bashkinë e Vlorës, Daud Zeraj vijon të jetë sekretari i Këshillit Bashkiak të Vlorës. Shqipëria po prezantohet në një nga panajiret e rëndësishme ndërkombëtare të ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme që po zhvillohet në Cannes të Francës. Në këtë event global, vendi ynë ka paraqitur 100 projekte zhvillimi në zona të ndryshme të vendit, nga komplekse e banimi deri te resorte turistike, me synim të rreqjen e investitorëve ndërkombëtar.
Shqipëria është prezantuar në një nga panairet më të rëndësishëm ndërkombëtar të ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme 2026 që po zhvillohet në Cannes të Francës. Në këtë event global, vendi ynë ka paraqitur projektet kryesore të zhvillimit urban dhe turistik me synim tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar. Pjesëmarrja është organizuar nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, ndërsa në pavionin shqiptar janë prezantuar rreth 100 projekte zhvillimi në zona të ndryshme të vendit, nga komplekse banimi deri tek resorte turistike. Sipas drejtores së Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Adelaida Roka, pavioni shqiptar ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe ekspertëve ndërkombëtar, jo vetëm për projektet e prezantuara, por dhe për faktin se shumë prej tyre janë konceptuar nga studio të njohura arkitekturore ndërkombëtare. Ndërkohë, drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, Adelina Greca, theksoi se qëllimi kryesor i pjesëmarrjes është promovimi i Shqipërisë dhe prezantimi i potencialit që ofron vendi për investime në sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme. Pjesë e panairit, kryebashkiaku i Sarandës flet për Blu Televizion për rëndësinë e pjesëmarrjes së Shqipërisë në këtë panair. Jemi në Cannes, viti i dytë tashmë që Shqipëria merr pjesë në panairin e imobiliareve, i cili është një pjesë shumë e rëndësishme për turizmin shqiptar. Kjo sepse e bën Shqipërinë jo vetëm një motor ekonomik në raport të turizmit, por edhe në raport të ndërtimit. Këtu janë 100 projekte nga, le të themi, gjithë trevat e Shqipërisë. Kuptohet që më shumë është përfaqësuar për vetë shqiptar, sepse aty është interesi më i lartë. Janë një pjesë shumë e madhe e gjithë çejneve ndërkombëtare, të cilat pothuajse kanë bërë bashkëpunime me investitorë shqiptarë për të bërë hotele e reja, një pjesë të cilat sapo le të themi kanë filluar, një pjesë tjetër fillojnë së shpejti dhe Shqipëria për 10 vite të ardhshme na jep mundësinë që të kemi një turizëm të qëndrueshëm, por dhe na jep mundësinë që të krijojmë atë turizmin elitar, të cilin realisht të gjithë duam, sepse dim shumë mirë që e ardhmja është turizmi elitar. Ky panair konsiderohet një nga platformat më të mëdha globale, ku këtë vit marrin pjesë mbi 20.000 profesionistë nga gjithë bota, përfshirë investitor, zhvillues, arkitekt dhe institucione financiare. Përfaqësuesit shqiptar kanë zhvilluar gjithashtu takime me kompani dhe agjenci ndërkombëtare për mundësi të reja bashkëpunimi dhe investimi në projekte të ardhshme në Shqipëri. Do të vijojmë të tjera zhvillim me ritme të ulta të punimeve për ndërtimin e godinës urgjencës kombëtare në Vlorë, një investim ky që do t'i shërbejë rajonit të Vlorës dhe jugut të vendit. Por në tabelën informuese pranë kantierit mungojnë të dhënat që nga data e nisjes dhe përfundimit të projektit, duke krijuar paqartësi për ecurinë e punimeve. Qendra kombëtare e urgjencës mjekësore në Vlorë, punimet me ritme të ngadalta. Edhe pse sot është ditë e enjte dhe në fakt kantieri duhet të kishte punëtorët për të vijuar punën për godinë në fjalë, në fakt ka vetëm heshtje. Bëhet fjalë për një godinë mjaft të rëndësishme që do të shërbejë qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore për gjithë rajonin e Vlorës, e megjithatë, me ritmet me të cilat po punohet, duket se afatet nuk do të respektohen. Vlera e këtij projekti është në rreth 120 milion lek. Megjithatë, ajo që mbetet për të përmendur lidhet me faktin se nuk ka një afat të nisjes dhe përfundimit të punimeve, për të bërë të ditur se kur ky projekt do të jetë gati. Punimet për ndërtimin e godinës së urgjencës kombëtare në Vlorë po ecin me ritme të ulta, ndërsa ende nuk ka një afat të qartë për përfundimin e këtij projekti të rëndësishëm. Investimi i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm për të gjithë rajonin e Vlorës dhe zonën e jugut të vendit, ka një vlerë për rreth 120 milion lekësh të rinj. Megjithatë, në tabelën informuese të vendosur pranë kantierit të ndërtimit, mungojnë të dhëna të rëndësishme si data e nisjes dhe ajo e përfundimit të projektit, duke e krijuar paqartësi për ecurinë e punimeve. Punimet për këtë godinë nisën disa muaj më parë dhe ajo që vjet re aktualisht është se progresi në teren duket i kufizuar. Edhe këtë të njëjtë, kantieri i ndërtimit është parë pothuajse i boshatisur nga punëtorët, fakt që ngre pikpyetje mbi ritmet reale të punës dhe respektimin e afateve për realizimin e projektit. Deri më tani është ngritur vetëm një pjesë e strukturës së godinës, ndërsa në ditët e fundit duket se punimet kanë ndaluar përkohësisht. Banorët dhe qytetarët e zonës shpresojnë që ky projekt të përfundojë sa më shpejt, pasi pritet të përmirësojë ndjeshëm shërbimin e urgjencës për Vlorën, por edhe për gjithë jugun e vendit. Megjithatë, me ritmet aktuale të punimeve, mbetet ende e paqartë se kur kjo godinë do të përfundojë e do të vihet në funksion të qytetarëve. Përfundimi i kësaj në kohë është thelbësor pasi pritet të rrisë kapacitetin e shërbimit të urgjencës dhe të ofrojë një reagim më të shpejtë e më efikas në rast emergjencash për të gjithë rajonin.
Vlora mbetet një ndër qytetet me projektet infrastrukturore të përfunduar së ndërtuarit, të cilat nuk funksionojnë siç ishin projektuar. Imazhi i qartë i kësaj situate është sot projekti, i cili transformoi dhe i ndryshoi pamjen sheshit të Flamurit në Vlorë. Për më gjerë, kronika. Vlora mbetet një ndër qytetet në vend ku projektet infrastrukturore të përfunduar së ndërtuari nuk funksionojnë siç ishin projektuar. Imazhi i qartë i kësaj situate sot projekti i cili transformoi dhe i ndryshoi pamjen sheshit të Flamurit në Vlorë. Sipas projektit, në pjesën e pasme të monumentit të Pavarësisë ishte menduar të krijojë projë artificial si një atraksion turistik ky për të ndërtuar në një prej zonave më turistike të qytetit. Aty do të kishte gjatë gjithkohës ujë ku së bashku me gurët në mes do të parafronte me imazhin e një projë duke i shtuar bukurinë zonës përreth. Por pavarësisht ides fillestare e cila dallonte nga projektet e tjera të krijuara deri në këtë periudhë, ky prua për asnjë ditë të vetme nuk funksionoi. Pamjet në ekran tregojnë se si është imazhi i tij sot dhe në çfarë shndruar ai. U parashikua që të ishte një atraksion turistik në qendër të qytetit, por për asnjë ditë të vetme nuk rezultoi tillë. Poroja artificial në sheshin e Flamurit nuk ka ujë dhe nuk ka patur për asnjë ditë të vetme, teksa sot ky projekt është shndruar në një vend grumbullim të ri të mbetjeve të cilat hidhen aty nga qytetarët, por gjithashtu mban brenda tij edhe ujë të ndotur, i cili ka prej disa muajsh duke u kthyer edhe në burim infeksioni. Në të nuk ka patur asnjëherë ujë edhe pse u parashikua që me anën e dy tubacioneve ujë do të mbushte projën për të shkuar deri në fund ku do të niste më pas dhe qarkullimi. Praktikisht ai do të konsumonte çdo ditë një sasi të vogël ujë sa për vetë pastrim me anën e filtrave. Por siç ndodh rëndom në Vlorë, projekti nuk funksionoi pasi tubacionet e ujit nuk u lidhen për asnjë ditë të vetme, por dhe tubacionet e shkarkimit. E përpasoi ky prua në ditët me reshje shiu grumullon ujë ndërkohë që edhe mbetjet pavarësisht se pastrohen shpesh, sërish hidhen të tjera mbeturina duke ndotur. Sheshin e Flamurit e frekuentojnë çdo ditë pensionistë të cilët e kanë kthyer në një vend për të kaluar kohën e lirë, por mbi gjitha e vizitojnë me qindra pushues vendase të huaj që përballen me këtë realitet që ndikon negativisht për pamjen vizive të zonës. Një gabim në teori nuk është asgjë, por një gabim në praktik kushton jetën tënde apo dikujt tjetër. Ky është mesazhi që Aziz Veizi, inxhinier mekanik me 45 vite përvojë, përcjell për të rinj përdorues të mjeteve ndërsa e vë theksin te mungesa e sinjalistikës rrugore në qytet. Një gabim në teori nuk është asgjë, por një gabim në praktik mund t'i kushtojë jetën tënde apo dikujt tjetër. Ky është mesazhi që jep Aziz Veizi, inxhinier mekanik me 45 vite përvojë. Sipas tij, leksionet, ndjekja e rregullt e mësimeve dhe praktika janë thelbësore për çdo që synon të pajishet me dëshmi aftësie për drejtimin e automjetit. Veizi thekson se respektimi i çdo sinjalistike rrugore nga të rinjt, por edhe nga çdo drejtues mjeti, është garanci për sigurinë e jetës së të gjithëve. Unë jam Aziz Veizi, inxhinier mekanik në profesion, me një eksperiencë 25 vjeçare në drejtimin teknik dhe praktik të autoshkollës dhe gjatë kësaj kohe unë kam zgjerrur me mira kursant të aftë për drejtues mjeti nga ana teorike dhe praktike. Që një kursant për drejtues mjeti me ligjin që është sot të përgatitet, do normalisht sipas ligjit 15 ditë për të përgatitur për teorinë dhe mbas kësaj i jep testin e teorisë. Në kompjuter, çdo gjë e pavarur, provimi kryhet në drejtorinë e patentave në Këshillin e Vlorës. Pasi kursanti fiton testin e teorisë, duhet unë e regjistroj në makinën me licencë të autoshkollës të miratuar dhe duhet të kalojë 25 ditë i regjistruar në autoshkollë, duke kryer edhe guidat për këto 25 ditë. Dhe pas 25 ditësh i lindë e drejta për të futur në testin e praktikës. Shiko, problemi shumë që më përpara ka qenur sot që ti filloje teorinë, filloje edhe praktikën. Tani ligji është bërë si vendet e bashkimit është ndarë, mbush një herë, do me thënë, mëson një herë ligjin, dhe pastaj mëson se si ta nga ana praktike, si ta aplikosh atë në rrugë. E kupton? Pra janë dy gjëra, do me thënë që edhe është shumë mirë, sepse nëse del me një kursant për drejtues mjeti, që ditën e parë ai s'di fare teori, kështu që duke mësuar teorinë,
del në rrugë. Dhe kjo është metodë shumë e mirë. Autoshkolla është shumë e nevojshme, sepse mësimi fillon nga zerua. E kupton? Dhe vinë në radhë. Unë për shembull si inxhinier në autoshkollën time kam mbi përvojën time personale, kam përgatitur edhe teste, guida, udhëzues, domethënë të posaçëm. Dhe unë para se kursanti të hypi, të filloj makinën, mbi të gjitha i tregoj një udhëzues të cilin e kam bërë unë, që nga momenti i hyrjes në makinë, sepse rregullat e sigurimit, sepse mbi të gjitha në kodin rrugor theksohet që në radhë parë siguria rrugore. Dhe që të veprosh sipas kodit me siguri rrugore, duhet që ti zbatosh ato. Dhe unë të gjitha ato i kam të përmbledhura në një flet vetëm nga momenti i hyrjes. Shiko, sipas meje, nga eksperienca ime, 45 vjeçare si inxhinier, se kam punuar dhe në transport përpara kësaj këtu. Dhe 25 vjet gati si autoshkollë është sepse aksidentet në rrugë ndodhin. E para nga mos zbatimi i normave dhe rregullave të kodit rrugor. Mos zbatimi i tyre. E dyta, përgatitja e drejtuesve të mjeteve lë për të dëshiruar. Kur them lë për të dëshiruar, sepse praktika dhe teoria duhet bërë efort në kuptimin që kur del nga autoshkolla të dish si të veprosh. Ndërkohë sinjalistika në qytetin e Vlorës dhe infrastruktura rrugore sipas inxhinierit mekanik lën shumë për të dëshiruar. Ai thotë se në disa raste janë zbatuar plane të pastudiuara, ku janë ndërtuar rrugë me një sens apo janë realizuar projekte të gabuara si ngushtimi i rrugëve për vendosjen e stacioneve të autobusëve, çka sjell trafik dhe kaos në qytet. Vejzi thekson se Vlora ka nevojë për semaforë dhe për pajisjen e rrugëve me sinjalistik horizontale dhe vertikale, në mënyrë që të orientojë si këmbësorët ashtu dhe drejtuesit e mjeteve. Unë do të them nga eksperienca ime dhe gjendja faktike sot e qytetit të Vlorës është skandal në infrastrukturë. Pse? Po i referohem rrugës nga Pusimezine derisa fillon Lungomarja. Keni vënë re që s'ka stacione autobusi? Ndalon autobusi, ndalon trafiku. Ike ndalo autobusi, ndalo trafiku. Është skandal që në një rrugë të mos kesh stacion autobusi, do hypi do zbresi tjetri. E para. E dyta, rrugët janë ngushtuar. Po të marrë një shembull tjetër. Kryesori e kryesorëve. 35 vjet më parë në Vlorë ka pas semafor. Unë qarkulloja me ku i ke semaforët sot? Si mund të lëvizin qytetarët? Ora unë kam kursant këtu që vinë në Arlamet Shuna të rinj, vajzat reja dhe nuk e kanë idenë e semaforit. Për këmbësorët, për biciklistët, le më pasaj që ka të semaforët të tjerë që funksionojnë. Sipas tij, aksidentet e ndodhura së fundmi kanë shënuar rritje si pasojë faktorëve të ndryshëm që nga mungesa e sinjalistikës deri te mos respektimi i rregulave të qarkullimit rrugor. Vetëm 5 kilometra larg hyrjes së qytetit të Vlorës, fshati Bestrov vuan mungesën e investimeve. Edhe pse jemi në vitin 2026, Bestrova është ndër fshatrat e pak në Vlorë që nuk ka rrjetë të furnizimit me ujë të pishëm apo kanalizimeve. Banorët thonë se janë detyruar të hapin puse, ndërsa blejnë ujin për konsum. Fshati Bestrov është vetëm 5 kilometra larg hyrjes së qytetit të Vlorës, e në çdo vend tjetër të botës mund të konsiderojë si lagje e qytetit, por pavarësisht distancës së shkurtër nga Vlora, investimet në të vitet të fundit kanë munguar pothuajse plotësisht. Bestrova është një ndër fshatrat e pakët të mbetur në Vlorë që nuk ka rrjet të furnizimit me ujë të pishëm apo kanalizime. Banorët e fshatit të Bestrovës tregojnë se përgjatë sistemit të demokracisë, por edhe më parë, nuk kanë patur ujë. Të detyruar kanë hapur puse për të plotësuar nevojat e tyre familjare. Ujin e pishëm e blejnë ose vinë drejt Vlorës, duke shpenzuar karburant për të mbushur ujë. Banorët tregojnë se kërkesat ndër vite kanë qenë të shumta, por asnjëra prej tyre nuk është dëgjuar. Të paktën një herë në 10 vjet na vjen. Që po si kryer dynja, që kur ra pushteti në vjetën s'kemi me ujë. Blejmë në Vlorë, kemi hapur puse, blejmë në Vlorë për të pirë, vinë bote këtu bie. Përderisa s'ka ujë, nga do vinë.
Kemi bërë puse. Jo, s'ka ujë njerë, që do paguajmë fature. Ne falenderojmë shumë Edi Ramën që na bje ujë. Këtu e kur t'i doj qefi edhe jemi në regull nëse fshatë këtu. Qia për ja sot harroat i thosh djalit për të pirë. Për ujë për të pirë. Vjenë fillkoni që marrim për gjellë. Për këso, thoje, për roba, për këso kemi një pusë. Pa e vështirë, s'mojt pasana se që ishte e vështirë. Si do bimë, s'maj më në fare u. Që kur ka që kur. Ja kështu me bidona me këso me remi. Na thonë si kur do vi ujtë, kanë bërë një depo atje lartë. Tresim nuk kanë ardhur. Ja, kjo gjendje është në fshat. Po ankesa kemi bërë plotë edhe i kanë shtrirë dhe ato tani tubacionit edhe nuk ka shumë. Si kanë prur akoma. Thonë do vi. Po akoma. Ja, tubot i kemi gati aty edhe nuk kanë ashu. Kemi shpresë do zgjidhet. Në shpresë të Zotit me puset. Po për të pirë po, si janë djali nga Vlora. Po, me të vlerë. Kjo është një e vërtet, por programi faktikisht i këtij projekti ka filluar shpejt që vitin e kaluar. Tubacionet janë shtruar. Depozita që ndodhet në qendër të pak lart mbi sipërfaqe të fshatit është sistemuar. Tani puna ka ngecur tani nga qendra si e kanë ata të ujësjellësit. Mund të flasim me ata. Momentalisht në banesh ujë nuk kemi. Kemi ujë që kemi hapur ato puset, secili në ato shtëpitë e tyre kush ka pat mundësi. Për të pirë vjen një bot këtu 2 herë në javë që bie për fshatin. Një pjesë vëmë marrim në Vlorë që e biem. Jemi në pritje, besojmë se gjërat do të vinë duke u rregulluar. Ujë të pishëm këtu s'ka, ujë të pishëm. Ne kemi nga një pusë. Në për tokat që kemi marrë, për shembull, metro që kam unë, kam lënë metro dhe kam marrë këtë të vend shtëpie. Edhe bëm pusin këtu. Tjetri ka ardhur dhe ka hapur fabrikë këtu, kur unë nuk kam qenë. Shiko si e ka zënë dhe shikoj e pislëkun që unë ku jetoj. Se unë do umirja juve, se i kam zënë shkallë gjërat. Po shqyqy që më erdhët vetë. Moj të bëftë nëna jote se u bëra plagë e tërë nga që lahem me ujë të pisët. Se s'kam ku të vete, nuk mi jep njeri ujë. Po, nga ky ujë është i pisët. Nuk pi më tani, qa do pi unë? E ble me lek. Kjo ka mbi, nuk e ka patur këtë këtu, e kishte këtej. Se kush i sa hiqe se e pa që unë ankova në çdo zyrë, dhe akoma dje ishin këtu e pan dhe do kthehemi për 15 ditë, më thonë mua. Sa 15 ditë unë kam 10 vjet që përpiqem kështu. Dhe akoma përgjigja nuk më ka ardhur. Po kam se unë ngela kështu më të keqe nëna juaj. Si do bëhet ky hall? Kështu do rri unë. Mungesën e ujit të pishëm nuk e vuajnë vetëm banorët e Bestrovës, por edhe të fshatrave aty pranë, si Bunavik, Kërkov, Panaja e Ushtim. Përmbytjet e lumit Vjosa kanë dëmtuar rënd serat e luleshtrydheve të rreth 660 kultivuesve të kafarajt në Fier. Rreth 300 drynë në pikun e prodhimit u përmbytën, duke lënë të gjithë prodhimin mes baltës, jo cilësor dhe pa çmim në treg. Sipas fermerëve, dëmet llogariten në miliona, ndërsa asnjë komision për verifikim nuk ka dalë në terren. Përmbytjet e lumit Vjosa kanë dëmtuar rënd serat e luleshtrydheve të rreth 60 kultivuesve të kafarajt në Fier. Rreth 300 dynim në pikun e prodhimit u përmbytën 2 muaj më parë, duke lënë sot të gjithë prodhimin mes baltës jo cilësor dhe pa çmim në treg. Fermerët e dëmtuar pohojnë një zëri se në 5 herë që janë përmbytur që nga viti 2015, vërshimi i Vjosës në janar të këtij viti i ka goditur më rënd. Është herë 5 që neve mbytemi na lumi. Kemi bizetuar me këta komuna, bashkia, po nuk na kanë thënë një gjysmë llafi për këto problemet e tona. Unë kam 5 lymë. Nuk i kam këtu, i kam ata, këtu te stacioni këtu. Dhe tashti ne kërkojmë një ndihmë nga shteti që të na përkrajt, se ne puno, mbill, e mos fito. Po mbi 13 milion lek po, që ne kemi totali i 5 lymshës. Vetëm demi, që na iku, na data 8 janar edhe këte, neve edhe kur të vjelim në prill. Edhe shikoni edhe vetë, shiko që bëhet. Atje jam me familjen atje të toka atje, nuk shkel do të brenda vetëm na lumit. Këtu nuk ka ardhur njeri fare, as njeri, vetëm Marcela ka ardhur kur ka dalë lumi, me këta mitë tanë këtu. As njeri në këta. Para një muajsh, premtimet janë dhenë, para një muajsh kemi qenë të liqeni. Atje, ka ardhur Zvendës Ministri Balluku, jo ai ishte në teatr, ishte me avioni. Ka ardhur ai financave dhe Ministri Bujqësisë.
Kemi ngritur zërin tonë atje si fermerë në Kafaraj, atje, ishim mbi 20 vjet atje, dhe na premtoi zëvendës ministri, na tha që do vim, do vlerësojmë mallin. Mbaroja konferenca që kishin ata plan atje dhe kemi kapur veçanërisht Ministri Bujqësisë. Kemi qenë 10-15 shok atje dhe i kemi thënë që kështu. Në krye të javës do vi me deputetin e zonës edhe unë veta do shikoj gjendje. Do dhemi në fshatin Kafaraj, unë kam 8 dylym Luleshtrydhe edhe jam përmbytur datën 8 janar, edhe ngritim zërin ton, thirrëm dhe deputetin, na erdhi dhe zëvendës kryeministri, na erdhi dhe ministri Bujqësisë dhe na kanë premtuar që do na dëmë shpërblim gjatë muajit shkurt. Muaj shkurt kaloi, nuk është se po i vëm një afat, po deri tani s'kemi parë asnjë lloj vlerësimi. Dëmi është i shkaktuar diku tek serat e mia mbi 3 milion lekë përveç strukturës serave në prodhim. Dhe kam 15 dylym Luleshtrydhe ser. Jam përmbytur këtë gjitha dhe është një dëm shumë i madh. Ja shikojeni edhe vetë, pas një muaj e gjysmë, 2 muaj, kjo është akoma me balt. Që nuk del në treg, në treg dhe dali të paktën për një 2 muaj po dolëm. Ishim në treg. Ishim duke shitur. Edhe ishim goxha mirë. Ata pojnë gjithashtu se dëmet e përllogaritura arrin në miliona lekë, ndërsa deri më sot asnjë komision nuk ka dalë në terren për të verifikuar dëmet. Duket kaq paradoksale, thon ata, na premtuan se do të na dëshpërblenin brenda muajit shkurt dhe s'ka dërguar asnjë komision për të parë nga afër situatën. Këtu në total janë rreth 300 dylym Luleshtrydhe, që ka kapur lumin si vjet. Dhe ne llogarisim rreth 3 milion të vjetra për dylym. 2,3 varet nga. Dhe dëmi është biles në kapim në pikën më kulminante, kur kush është çmimi në maksimum edhe prodhimi ishte në maksimum. 20.000 lekë një ark. I bie 4.000 lekë kile Luleshtrydhes. E kupton? Prandaj na del me kosto kaq të lartë humbja, sepse ne në atë kohë kur shitesh Luleshtrydha, mirë neve ne u mbytëm, e kupton? Tani s'kemi ne prapë është gjysmë çmimi që ka qenë, kur dalim ne do vemi me 5.000 lekë, ajo 4,5 ka koston e arkës bosh bashkë me ato shpenzimet e tjera. Fillon receli pastaj dhe iku viti. Tani ne na premtuan specifikisht vetë për Luleshtrydhe zëvendës ministrja Belinde Balluku. Na premtoi për të na dhënë vetë për Luleshtrydhen në domini dëshpërblim. Ashtu. Dhe si përfundim ka kaluar 1 muaj nga data që ata na premtuan. Ne po i presim. Jemi në pritje, po sa do presim, sepse iku sezoni. Tani, se si do vlerësojnë ata, nëse kanë ndërmend të japi, se si do i vlerësojnë ata dëmë pa i parë, nuk e di unë se çfarë mendje kanë. Kupton tani ti? Sa do t'i japin ata dëshpërblim, nuk arrin dot në kotat që neve kemi humbur. Kam 15 dylym Luleshtrydhe, njeris na ka ardhur fare, po na thon, ore, si je mirë, je keqa, na thon një llaf. Fare s'vi njeri. Që llogarit dëmin kot kush t'jep njeri? 30 milion lekë. Ore s'ka ardhur njëri fare. Nuk ka ardhur asnjë kem robi. Jam një fermer që kam Luleshtrydhe, kisha dhe specka dhe na ka dëmtuar komplet përmbytja. Këtu nuk ka ardhur asnjë komision që të vlerësoj mallin. Neve i kemi shpresat të shteti, po shteti na ka lënë mbasdore. Tash ne nuk e dim çfarë do bëhet, përmbytjen e kemi. Un kam 3 dylym Luleshtrydhe dhe si thash edhe specka. Specka ka marrua, un tash çfarë do bëj? Do punoj. 1 dylym më ngrisur plasmas. Do t'i mbuloj, po duan të ardho, ku t'i gjej? Tash shteti të vendosi për neve. Asnjë komision nuk shikojmë. Mall që vini juve që na bëni çiqefin. Se shtet s'ka këtu. Fermerët e kësaj zone, e njohur si ferma më e madhe e kultivimit të Luleshtrydheve në Shqipëri, kanë të bazuar jetesën te kultivimi i kësaj kulture, ndaj dështimit sezonit të saj për tasht shkatrues. Përballë kësaj situate, ata apelojnë një zëri për ndihmë nga shteti, edhe pse deri më sot nga përmbytjet e mëparshme nuk janë dëmshpërblyer asnjëherë. Ndërkohë prodhimi i Luleshtrydhes vitin e kaluar në zonën e Frakullës arriti në rreth 9.000 ton, ndërsa sipas përllogaritjeve dëmi i shkaktuar nga përmbytjet e janarit në sipërfaqen prej 300 dynim arrin në 300 ton.
Rreth 650 abonent debitor të pagesave të faturave të energjisë elektrike gjatë vitit të kaluar kanë përfituar lehtësi mbështetëse për likuidimin e tyre. Sipas Aurel Meçi, drejtori i shpërndarjes universale në Gjirokastër, kategoria më e lartë përfituese janë abonentët familjar, por dhe biznesin e qarku në Gjirokastër në bashkinë Sarandë dhe Delvin. Rreth 650 abonent, të cilët kanë rezultuar debitor ndaj pagimit të faturave të energjisë elektrike për gjatë vitit që lan pas, kanë përfituar lehtësi mbështetëse për likuidimin e tyre. Aurel Meçi, drejtori i shpërndarjes universale në Gjirokastër, tha se kategoria më e lartë përfituese janë abonentët familjar, por edhe disa biznese që operojnë jo vetëm në qarkun e Gjirokastrës, por edhe në bashkinë e Sarandës dhe Delvinës, të cilat janë në administrimin e kësaj drejtorie. Në vitin 2025 u mbyll në datën 31 sipas rregullores që vendosë grupi i furnizimit të shërbimit universal për akmarrëveshjet që përfitojnë abonentët debitor. Këto akmarrëveshje janë të aplikueshme në gjitha kujdeset e klientit në OSHE Group, janë pjesë e skemës që përfiton çdo abonent. Përfituan rreth me 650 abonent debitor nga kjo skem. Kërkesa ishte më e lartë në abonentët, por për mungesë dokumentacioni dhe procesime që ngelen do vazhdohet më tej me ta. Këto skema ishin goca lehtësuese dhe shumicën e këtyre skema e përfituan abonent familjar në nevojë. Sigurisht përfituan edhe abonent privat, edhe buxhetor jo buxhetor, por shumica e këtyre skemave ishte për abonentët familjarë në nevojë. Skemat u mbyllën, siç e thash, në datën 31 dhe në këto ditë pritet skemat e reja që do vajohet për 2026. Shpresojmë që do vinë sa më shpejt edhe do ketë një fluks, pasi dhe skema do jetë më lehtësuese këtë vit se vitin e kaluar. Për sa i përket abonentëve debitor në rajonin Jugor, i cili përfshin qytetet Sarandë, Delvinë, Gjirokastër, Përmet dhe Tepelen, që janë të përfshira me çdo KNK, ka rreth me 5.000 abonent, po flasim për 2026, që janë vindetuar, të cilët nxirren për ndërprerje nga FSHU-ja, duke u ndërprerë nga grupet e operatorit sistemit të shpërndarjes. Këta abonent momentalisht në fakt nuk ka një skemë lehtësuese që të përballen të shpërndajnë debin, por në këto raste unë bëj thirrje që të paguajnë vetëm 2025 në 2026 ta kenë të likuiduar dhe sigurisht që do kemi një tolerancë ndaj këtij fenomeni. Pavarësisht skemave mbështetëse ku debiti mund të likuidohet me këste mujore, sërish situata vijon të mbetet kritike, pasi edhe për vitin aktual regjistrohen rreth 5.000 debitor, kryesisht familjar, ku më problematike në këtë drejtim ngelet Saranda. Pavarësisht situatës aktuale nga Drejtoria e Shpërndarjes Universale, pohohet se edhe përgjatë këtij viti skemat mbështetëse do të vijojnë duke mundësuar lehtësi likuidimi për të gjitha familjet apo bizneset. Do të ndalemi me zhvillime politike më 22 mars, është protesta e radhës e Partisë Demokratike. Lajmin e njoftoi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Selia Blu në përfundim të protestës së kësaj të njëjte. Sipas Berishës, protestat do të vijojnë deri në fitoren e opozitës. Me 22 mars është protesta e radhës e Partisë Demokratike. Lajmin e njoftoi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Selia Blu pasi mbylli protestën. Sipas tij, protestat do të vijojnë deri në fitoren e opozitës. Me 22 mars e gjithë Shqipëria në Tiranë, e gjithë Tirana në rrugë, vijojmë kryengritjen paqësore deri në fitoren vendimtare, deklaroi Berisha nga Selia e Partisë Demokratike. Kjo protestë, e cila përkon edhe me festën e Sultan Novruzit, do të zhvillohet një ditë pas Asamblesë Socialiste. Protesta e sotme e opozitës ishte më e shkurtër se çdo protestë tjetër e demokratëve, zgjati gati 110 minuta, aq sa zgjati dhe seanca në parlament. Në përgjithësi, protesta ishte e qetë me disa incidente të vogla si heqja e gardhit metalik dhe ndezja disa tymuese. Pati pak fjalime ishte deputeti Klevis Balliu, i cili është përjashtuar nga seancat plenare, dhe Iliana Kuçana, ndërsa u mbyll nga kreu demokrat Sali Berisha. Ky i fundit teksa falenderoi qytetarët, tha se Rama sot shënoi vrasjen e tij politike pas votimit të kuvendit kundër kërkesës së SPAK. Ky i fundit teksa falenderoi qytetarët, tha se Rama sot shënoi vrasjen e tij politike pas votimit të kuvendit kundër kërkesës së SPAK për deputeten Belinda Balluku.
Qeveria shqiptare ka ngritur një task force për ndaljen e abuzimit të çmimit me naftën, pasi ka pësuar një rritje me 25 lekë rreth 5 ditë pasi nisi lufta në lindjen e mesme. Kontrollet do të shtrihen në të gjithë territorin e vendit deri në 30 qershor të 2026-s. Qeveria shqiptare ka ngritur një task force për ndaljen e abuzimit të çmimit me naftën, pasi ka pësuar një rritje me 25 lekë rreth 5 ditë pasi nisi lufta e lindjes së mesme. Sot në treg nafta po shitet me çmimin e 197 deri në 198 lekë për litër. Ministri i Financave Petrit Mala i zhvilloi edhe një takim me drejtuesit e dy institucioneve që përbëjnë edhe task force-ën, drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj, si dhe drejtorin e përgjithshëm të doganës Besmir Beja. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetin tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu edhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmanget rritja abuzive të çmimit të tregtimit të karburanteve, si dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Po ashtu do të monitorohen edhe marzhet e fitimit të kompanive për të garantuar që me çmimet nuk abuzohet. Ministri i Financave Mala i theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve më të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e karburanteve. Vendimi për krijimin e task force u mor pas një takimi që u patën 3 ministrat me kompanitë kryesore në sektorin e hidrokarbureve, si dhe drejtuesit e shoqatës së hidrokarbureve, ku u analizua ecuria e çmimeve në bursën e MSD-ut si referencë për gazoilin dhe benzinan, si dhe raporti ndërmjet çmimeve të importit, çmimeve të shitjes me shumicë dhe çmimet e shitjes me pakicë në tregun vendas. Identitek informon qytetarët se për shkak të ditëve të festave zyrtare gjatë muajit mars janë bërë disa përshpejtime në datat e tërheqjes së dokumentave biometrike për qytetarët që kanë aplikuar me procedurë standard me qëllim shmangjen e vonesave gjatë periudhës së festave. Identitek ka informuar qytetarët se për shkak të ditëve të festave zyrtare gjatë muajit mars janë bërë disa përshpejtime në datat e tërheqjes së dokumenteve biometrike për qytetarët që kanë aplikuar me procedurë standarde. Sipas Identitek, ky ndryshim është bërë me qëllim shmangjen e vonesave gjatë periudhës së festave. Identitek thekson se pasaportat biometrike dhe kartat e identitetit, aplikimet për të cilat janë kryer në disa data specifike, do të mund të tërhiqen sipas këtij kalendari. Aplikimet e bëra më 2 dhe 3 mars 2026 do të mund të tërhiqen në 12 dhe 13 mars 2026. Aplikimet e bëra më 6 dhe 9 mars 2026 do të mund të tërhiqen më 18 dhe 19 mars 2026. Aplikimet e bëra më 10 mars 2026 do të mund të tërhiqen më 19 mars 2026, ndërsa për zyrat në rrethe më 24 mars 2026. Identitek u rekomandon qytetarëve të planifikojnë tërheqjen e dokumenteve sipas këtij kalendari për të shmangur pritjet dhe për të siguruar marrjen e dokumenteve në kohë. Çmimi i naftës u rrit mbi $100 për fuqi gjatë natës, por së shpejti ai mund të arrijë edhe në $200 për fuqi. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendimi i 32 vendeve për të liruar rezervat e naftës do të ulë ndjeshëm çmimet e naftës. Çmimi i naftës u rrit mbi $100 për fuqi gjatë natës, por tashmë është përafruar shifrës. Rritja ndodhi pavarësisht se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ra dakord të nxjerrë në tregun global një sasi rekord prej 400 milion fuqish nga rezervat. Ndërkohë që Irani ka paralajmëruar se nafta mund të arrijë në $200 në fuqi, ndërsa sulmet e tij ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit po intensifikohen. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se vendimi i 32 vendeve për të liruar rezervat e naftës do të ulë ndjeshëm çmimet e naftës. Ndërsa po vizitonte një biznes, Trump e quajti luhatjen e çmimeve të naftës një çështje lufte. Çmimet po bien shumë ndjeshëm, tha ai. Nafta do të ulet. Kjo është thjesht një çështje lufte që ndodh, po thuaj se mund ta parashikosh. Do të thosha që u rrit pak më pak nga sa mendonim. Do të bjerë më shumë nga sa kushdo e kupton. Më vonë ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shohin shumë fort ngushticën e Hormuzit duke shtuar. Ngushtica është në gjendje të shkëlqyer. Ne i kemi eliminuar të gjitha anijet e tyre. Ata kanë disa raketa, por jo shumë. Përfundojmë së bashku, njëjtëm dhe me zhvillimet kryesore, ju përshëndes dhe ju falenderoj, mirupafshim.